Franca është aq e fuqishme, sa ka ndikuar drejt për drejt në formësimin e botës së sotme. Ajo gjendet në Evropën Perëndimore dhe kufizohet me 8 shtete: Spanjën, Italinë, Zvicrën, Gjermaninë, Belgjikën, Luksemburgun, Monakon dhe Andorrën. Në perëndim kufizohet me Oqeanin Atlantik, ndërsa në jug me detin Mesdhe. Dhe ja çfarë është e habitshme. Franca kontrollon territore në 12 zona kohore të ndryshme në mbar botën, më shumë se Rusia apo Shtetet e Bashkuara. Ajo zotron nishuj në Karaibe, në Oqeanin Paqësor dhe në shumë pjesë të tjera të globit. Sipërfaqja e Francës është afërsisht sa madhësia e shtetit të Teksasit dhe ka rreth 67 milion banor. Por pjesa më e çuditshme është kjo. Çdo vit atje vijnë gati 90 milion turist, pra më shumë vizitorë se sa njerëz që jetojnë aty. Të gjithë duan të vizitojnë Parisin, Kullën Eiffel dhe të shijojnë kuzhinën franceze. Revolucioni francez i vitit 1789 ndryshoi rrjedhën e historisë. Ata ekzekutuan mbretin dhe shpallën se të gjithë meritojnë liri dhe të drejta, një ide që u përhap në të gjithë botën. Franca ndërtoi statujën e lirisë dhe ja dha Amerikës si dhuratë simbolike. Franca është origjina e shampanjës, parfumeve dhe kinemas. Parisi mbetet kryeqyteti botëror i modës. Chanel, Dior, Louis Vuitton, të gjitha kanë lindur atje. Buka franceze, gjathi dhe vera franceze njihen dhe vlerësohen kudo në botë. Franca posedon armë bërthamore dhe një nga ushtritë më të fuqishme në planet. Dhe ja një detaj interesant. Sipas ligjit francez, supermarketet nuk lejohen të hedhin ushqimin e pashitur. Ata janë të detyruar ta dhurojnë për ata që kanë nevojë.